Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni, të më falni se dola me vonesë. Tashi jam karshi ju për të biztuar, për të thënë realitetin, po flas direkt nga shpresa e kombit. Shqiptarët e mi kudo që ndodheni. Unë fola dhe në orën 1:30. Pra, u sqarova pak a shumë. Në Shqipëri këto një 2-3 ditë, dashur shqiptar, të dyja partit kanë rritur që të dyja partit po rrien njëri me tjetrin. Ka rritur që shqiptarët i shohin se që kanë bërë të dy partit. Si PD-ja dhe PS-ja. Unë u kam thënë para një jave, po thua e më tepër. Ju tregova realitetin se PD-ja dhe PS-ja dual të përbashkëta, pavarësisht se PS-ja me votat e tia Edi Rama doli dhe e cilësoi Iranin organizat terroriste. Po të njëjtin kohë, PD-ja në krye Sali Berishën doli nga PD-ja një e ca më para dhe ai e quajti Iran organizat terrorist. Kur them Iran, komplet popullin dhe shtetin e Iranit. Këta e bin qëllimisht, dashur shqiptar, e pan me demonstrata që nuk bëjnë dot asgjë, e pan që me demonstrata vetëm provuan të diqnin vilin e ish Enver Hoxhës, e pan edhe demonstratën e fundit që shkel qëllimisht flamuri shqiptar, që se ka shkel asnjë huaj deri më sot, këta të PD-s më në krye deputetët që ka emëruar Sali Berisha. Ato ishën të dyja parti, pavarësisht se qushe Sali Berisha e PD-s, po ishte PD-ja e PS-ja qëllimisht për të djegur Tiranën. Qëllimisht që nëse fillon të zjarri në Tiranë, duhet ishte me çdo qytet, do beshe me vështirë, me hidhur se 97. Po nuk kam thënë shqiptar që Shqipëria është në kontroll, çdo milimetër kudo që vjen këta janë në kontroll. Por e pan që nuk bën dot me anë e demonstratëve. Pavarësisht se i djegën policat me bezinë, pavarësisht se kryetarët e policave, drejtorët e kanë fjalën, o të quajtur në Shqipëri, shefat e tyre kishën urdhër që këta i shtynin policët, e i godisnin policët dhe policët s'kishë që benin me, se kishën urdhër të mos i preknin, qëllimisht që të diqnin Tiranë. E më në fund arritën afër xhamis, do me thënë ku e kanë kuvendin, qëllimisht që të benin një përpjekje që të godisnin njëri tjetrin ata që ishën në xhami. Prapë nuk e realizuan dot. Arritën e cilësuan Iranin organizat terroriste. Para ca kohë, 1 vit o 2 vjet, i hoqë dhe ambasadë. Sepse këta harrojnë fare që kanë 3.000 veta nga Irani, të 3.000 që janë specialista. Këta janë terrorista, që është e vërteta. Pavarësisht se kanë erdhur gjoja, ishin kundra shtetit Tirani. Shqiptarët e mi, Irani po të donte i kështë eliminuar me koat. Pa të janë bashkëpunëtorët e tyre, janë të ndarë më të 4 anët që të ndihmojnë përsëri shtetin e Iranit. Shqiptarët e mi ju e pat fare mirë. Irani para ca kohe, para 2 muaj, ishte demonstrata me madhe në Iran. Janë vrarë shumë njerëz, qindra. Me mira janë burgosur, se ishin kundra gjoja shtetit tyre. Po ja pra, goditje pare që u bë nga Izraeli, ata u bashkuan përsëri për të mbrojtur vendin e tyre, shtëpitë e tyre. Pra, të dalë këtu. E u kam thënë, unë qëllimisht u largova nga tirania e mizave të kalit. U largova për arsye se ishte përhapur që Irani do të godiste me misëll Tiranë. Shqiptar. U garantova që nuk ka mundësi që ata të godasë, sepse ne dim se qa bëjmë, ne bizituam. Jo si parti,
në mënyrën time që kam si misioner. Pra shqiptar, u thash, të njëjtin dhe Irani e di, shkaktar, largimi ambasadës, shkaktar, pranimi gjoja e 3.000 vetave, janë 2 partit, që në kohën e Sali Berishës ata kanë erdhur 1.000 ca veta, dhe Edi Rama i mbushi me 3.000 ca veta. Do me thënë 3.000 ca kriminel, 3.000 ca kanë ardhur në tokën e Shqipërisë, hanë, pinë me gjakun e shqiptarëve, me paratë e pensionistëve, dhe vend t'u japësh para pensionistëve, mban me ushqim armiq tanë. Pra, u thash, tamam edhe Irani e di, demin e kini nga 2 partit, bëni çfarë të doni me Edi Ramën, bëni çfarë të doni, i kemi thënë Iranit, me Sali Berishë. Edhe atë punë. Pra, Shqipëria është e sigurt në asnjë mënyrë. Vërtet lufta do bëhet sprej, do shkoj edhe në Evropë, e në Itali, do vej edhe në Francë, e në Ingliterë. Pra, lufta do hapet po thuen gjithë Evropën. Pra arsye që çështjen e naftës, pavarësisht se kanalin e kanë bllokuar dhe është në dorë të Iranit. Shqiptarët e mi, ambasada amerikane doli dhe është seriozisht. Ambasada i caktoi restoranta, dyqane, vende publike ku janë shumë njerëz, të kenë kujdes në shtetasit amerikanë. E përsërit edhe njërë, në shtetasit amerikanë. Shqiptar, ju jeni të sigurt, por mund të goditen këta, po jo me armë, mund të goditen në punë terrorizm. Terroristat i kanë në Durrës, ashtu si që ju shqenë, le të bëjnë çfarë të duan. Pra, populli shqiptar është sigurt, por populli shqiptar po vuan këto ditë. Nga ana tjetër, këta Iranin e cilësuan organizat terroriste dhe nga ana tjetër kanë ngritur ushqimet. Kanë ngritur çdo gjë. Kanë ngritur naftën. E kanë bërë gati $2 e gjysmë. E kanë ngritur naftën, nafta prodhohet në Shqipëri. Naftë ka sa duash. Çmimi për 1 litër nuk duhet ishte më tepër se 45 cent. Kosova, shqiptarët e Kosovës e marrë këtu, në Durrës. Maqedonia e merr këtu. Pra, ata, kur këtu ishte $2, në Kosovë ishte 98 cent. Pra, këta e ngrenë qëllimisht për të pastruar parat, për të varfëruar shqiptarët. Kjo është kriza më e madhe që po bëjnë. Në parlamentin e sotshëm, të quajtur parlament, pa ai nuk është parlament. Ajo është një shtëpi e hajdutëve. Ajo është një shtëpi e kriminelve. Nuk janë kriminel trima dashur shqiptar. Këta janë kriminel rrugaqë, hajdut, ordiner. Zihen në parlament, sot, bërtisin njeri me tjetrin dhe thoshte gjoja që Shqipëria është në rrezik nga terrorizmi. Jo dashur shqiptar. Shqipëria nuk është në rrezik. 97% janë shqiptar. Po vuajnë për ngritjen e çmimeve. Po vuajnë nga mizat e kalit. O shqiptarët e mi, ju po vuani. T'i lem 85 vjet, të zem vetëm 35 vjet. T'i lem 46 vjet të regjimit komunist. Prindrit e këtyre kanë qenë atë kohë. Nuk thonë kot dashur shqiptar. Këlyshi është mirë rrezikshëm se qeni. Pra, këta janë qendur. Këta u kanë vjedhur dhe u kanë coptuar. Fëmijët u kanë nxjerrë jashtë. Çfarë s'u kanë bërë? Pronat e pronarëve të ligjshëm i kanë shitur në të huajt. Në shtëpitë e tyre që kanë patë dikur, kanë bërë vila, kanë bërë hotele. A i shgoni Tiranën, dashur shqiptar. Tirana ka patur 4-5 pasunik. Ata s'kanë marrë asgjë. I kanë marrë të tjerët, i kanë marrë këta mizat e kalit, që kanë erdhur nga të 4 anë të Shqipërisë. Çfarë nuk kanë këta? O shqiptar,
erdhi kohë e fundit. Unë e di që keni mendjen dhe arrestimit. Unë e di që të gjithë thonë kur do arrestohet Balluku. Unë nuk kam thënë gjithmonë. Balluku është e 1000. Balluku do arrestohet. Po demi që asjell kombit Shqipërisë quhet 2 persona. Një quhet Edi Rama dhe një quhet Sali Berisha. Të dy këta janë së bashku. Të dy janë të një rrugë. Të dy kanë qenë bolshevik, familje bolsheviku. Jo vetëm kaq, po janë dhe familje spiuni. Jo vetëm dhe kaq, po ti llogarish për ardhet e tyre se janë shqiptar fare. Po tu ishin shqiptar, nuk e shkilnin flamurin. A ish flamuri shqiptarëve. A i keni parë në demonstratat e Saliut, të quajtur Sali Berisha. A shini dhe një flamur, as një flamur shqiptar. Me qenë se unë kam thënë shpesherë që në demonstratat e para 6 muaj, që s'kishin as një flamur shqiptar. Saliu herë në fundit, kështë matër gjithsej 5 flamur shqiptar, edhe një Gjerman. Sikur Gjermani t'ishte me ta, po jo shqiptar. Që është e qëllimshme. Që nuk është gjë tjetër vetëm për të eliminuar shqiptarët, familjet shqiptare, familjet më të ndershme, familjet më punëtor, familjet më intelektual. Unë po dalë para jush, për t'i thënë të vërtetën. Unë po dalë para jush si misioner i dekadave. Do t'jem deri në minutën sa unë të kem jetën. Unë po flasë sot si kryetari i Shpresës të Kombit. Unë po flasë sot si kryeministër i qeverisë teknike. E kemi bërë. Po ne presëm intelektual të vinë. Nuk duhet 1 e 2, të paktën gjithë qeveria. Nuk do ketë kryeministër, po do ketë president, pamarësisht se për 3 muaj duhet jetë kryeministri, vetëm e vetëm për të zgjedhur, për zgjedhjet të reja, për të zgjedhur 80 deputet dhe 41 senator, për të dhënë pronat pronarve të ligjshëm, për të dhënë pronat gjithë shqiptarve, sepse këtu ka me miliona vila dhe hotele. Do t'i kenë shqiptar pamarësisht, se po t'i pyet sot në për hotelet e vilat, thonë e kam unë, një shqiptar për shembull, thotë e kam unë, jo shqiptar. Ata janë manager. Ata janë në momentin u kanë dhënë nga i makinë të mirë. Jetojnë në mënyrë luksoze, po si kanë ata. Se s'mundet bësh një hotel me 5 kate, me 5 hyje, apo me 8 kate si janë në Bregdet e me 9. Jo shqiptar. Ata i kanë bërë të huajt. Ata menduan se do të glabonin Shqipërinë. Menduan se e muar Shqipërinë. Pamarësisht se në la militar lëshuar qëllimisht të ngrishe Shqipëria. Të ngrishe Shqipëria për shqiptarët e jo për të huajt. Unë nuk kam thënë ditën që ne shkojmë në zyra kur ju të vini ju për punë, të vini ju të jeni një qeveri. Qeveria ka shumë, si shtash, të pak të dojnë 2800 veta në qeverisje. Me president do të zgjidhin ju, direkt nga shqiptarët. Do ketë 80 deputet dhe 41 senator. Nuk do ketë me kryeministër, do t'jetë e njëjta si në Amerikë. Unë nuk kam thënë kot, në mes të Evropës, në zëmër të Evropës, do bëhet Shqipëria një Amerikë e vogël. Po e Shqipëria. Shqipëria jonë ka me mira vjetë dashur shqiptar. Amerika ka 200-300 vjetë, 300 vjetë. Pra, ky flamuri tonë, që shini ju, ky flamuri shqiptar me mira vjetë. Ky flamur do t'jetë më çdo qoshe të Shqipërisë, më çdo rrugë, më çdo shtëpi. Të dy flamurët do t'jenë të kryqëzuar, flamuri amerikan dhe flamuri shqiptar, shqiptarët e mi. Dofta, thoni Pilinçi, na ke dalë shumë herë. Mendon disa njerëz, disa varfërian, disa mizakali, disa spiun të Serbit e të Grekut.
që janë bërë multimilionerë, që quhen milionerët e botës, jo vetëm të Ballkanit, po e të botës, shqiptarët e mi. Unë nuk jam si gjithë të tjerët, pavarësisht se unë jam shqiptar si ju. Jam shqiptar si ju, jam me zakone shqiptare, jam rritur në familje shqiptare, i lindur, i rritur, i edukuar në Amerikë, kam 50 e ca vjetë, por aman, kam erur për të mbrojtur komi shqiptar. Nuk kam erë të mashtroj këtë fjale mësova këtu në Tiranë. Qash s'kam mësuar në Tiranin, fjallet që si kam ditur kur asnjëherë, që unë kam ditë fjallet më të mira. Kur vinte një mik, i thoshin bërëm, i hapnin derën. Kur vinte një mik, gëzoshe e 3 shtëpia, e mblidhin lagjen, aq sa kishin, i jepnin mikut atë më të mirë. Shqiptarët e mi ka 35 vjetë. Nëse troket një mik, nuk ja hap derën. Nuk ja hap derën se nuk ke çfarë jep, të vjen turp. Je brenda, troket miku, troket shoku jot, nuk ja hape derën, se s'ke çfarë jep. Kurse këta 3%, çfarë nuk bëjnë shqiptarët e mi? Kudo shkojnë për drek, për darkë, në Milano, në Romë, në Beograd, në Athinë, në Paris, venë, zenë dhe avione private, helikoptera, çfarë s'kan, sepse shqiptarët e mi jeni në gjumë. Shqiptarët e mi u gënjejnë me një kafe, u bajnë tër ditë në kafet, e ato lekë që ti ka dhënë gruaja. Ditën kur ik, ke pir kafe dhe gati më tikur kërkon e një raki, një teke. Këtu e mësova, nuk i di një as teke, as double. Kërkon një teke, shkon më shtëpi, duke marrë mend, duke rrokullisur në për rrugët, vete më shtëpi familja pret bukën, ti s'ke marrë bukë, po ke marrë rakin. Pra shqiptar, ka ardhur përfundimi i 2 gjerave. O, do përfundoni të gjithë, fëmijët nuk u ndihmojnë me, që janë nga jashtë, sepse ata kanë hallet e tyre. Sepse ata nuk pagojnë dot qiran, murgiqin, nuk pagojnë dot makinën, punojnë 2 punë, jo si ju, që rrini gjithë ditën në kafene, e pa parë, i kam parë me sytë e mi, i kam fotografuar në për kafenet e Tiranës, jashtë Tiranës, të mbushra plot e për plot, bëjnë llogje pazari, shajnë njëri tjetrin, ofendojnë njëri tjetrin, goditen, rrihen, nuk kanë turp. Mjashtë shqiptarët e mi, u ka erdhur fati dhe rasti të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror, e kemi në dorë. Plani nuk është bërë sot, po plani ka që në vitin 1922, që kur erdhi ambasadori parë i Amerikës, që kur shkeli në tokën e shqiponjëve, që kur e suall patriotët e Shqipërisë për të lidhur me Amerikën, sepse patriotët e Shqipërisë kanë qenë të lidhur me Amerikën për 300 vjetë dashur shqiptar. Presidenti parë i Amerikës ishte fëmijë shqiptar, me gjak shqiptari. Amerika u pasurua, e them hapur, troq, kushdo që ta dëgjoj, as më intereson fare. U flas me letra, me realitete, me financën e shqiptarëve të parë, me florinë e shqiptarëve është ndërtuar Amerika në fillim. Nuk e ka ndërtuar do njëri, nuk e ka ndërtuar englezët. Englezët kur erdhën në New York për ta bllokuar Amerikën, për ta marrë, generali shqiptar, para se të bëshe president George Washingtoni, i shtyu englezët deri që sot quhet Kanada. Erdhë francezët, ata janë armiqtë tonë, armiqtë e Shqipërisë e armiqtë e Amerikës. Erdhë francezët për të marrë
Amerikën, përsëri generali, me ushtrin, zbathur, të lidhur kemët, me lecka, i shtyn francezët edhe i shpun përsëri, ku sot quhet Kanada e Francë. Janë të ndara me gjysmë, njëra flet frëngjisht, njëra anglisht, të dyja bolshevik janë, pra shqiptarët e mi. Amerika është, i do shqiptarët. O trosh po them, Amerika është për shqiptarët. Shqiptarët e duan Amerikën dhe në kohën e komunizmit. Të gjitha ata që në burg, të gjitha ata që u vranë, e donin Amerikën. Nuk e kanë fjallën. Për 75-ën, 1975-ën, kur u vranë bolshevikët njëri me tjetrin, Bekir Balluku, Petri Dumja, Kadria Zbiu, Mehmet Qeu, u vranë për karrike. U vranë sepse u majnë. Shqiptarët po vuanin. Shqiptarët po mirën bukë me talona, punonin për kooperativa, punonin për ferma, kolkoz, në mënyrë ruse, quhet kolkoz, fermat, kooperativa. Pra shqiptarë, ju me duat se u erdi një ditë e parë, më në 10-ën, erdi, përsëri, në partit hynë kryesore, hynë spionët, agentët e Serbit, agentët e huaj, të Francës. U kam thënë që më në 10-ën, kur se haroj datën 23 nëntor, 24, 25, kam dhe në 26. Nuk e haroj kur u kam thënë shqiptarve, që do bëhen 5 parti, dhe mbas 2 vjetë do jetë president Sali Berisha. Edhe vërtet ashtu ndodhi. U kam thënë që atë ditë janë tepër rekords, që Shqipëria nuk do mini do të pasurit, do shkoni në përgjyqjet nga e para më dytën, do ktheni përsëri. Por kam thënë, nëse ju jeni të aftë, nëse shqiptarët ngrihen, nesër ju e ndryshoni qeverinë, do t'jeni të lumtur. Po atë ditë, kur kam thënë për Sali Berishën, një që bente filma, që tallë që përballin kombëtar, i biri ti sot, ka kompanit e peshqeve, ka vapor, e gjeti vapor në mes detit, a mund t'i gjesh një vapor në mes detit? Edhe ai më ka thënë, pse Sali Berisha, se thash, Sali Berisha do t'jetë presidenti i Shqipërisë, pas 2 vjetë. Dhe është, do quhet kryetari i PD-s, edhe ashtu bëri. Ai u ngrit dhe më tha, janë fotot, janë incizime, dashur shqiptar. Aktori më mirë që ka qenë. U ngrit dhe më tha, pse Sali Berisha e jo Gramos Pashkua. Gramos Pashkua tha është ekonomist, kurse Sali Berisha është doktor. Ma solli tamam ati ku desha. Zotni, i thash, i rëgjuan edhe kapelen. Zotni, ma përmend e mirë, Saliu është doktor, thash. Shqipëria është turbokolos, është pa bukë, pa ushqime. Më përpara duhet t'i bësh gjilpera, e do t'ja bi doktori. Ta shërosh nga turbokolozi, a here ekonomia ngrije. Dhe kjo ndodhi. Po ashtu, edhe në televizor, vetëm një televizor ka qenë shqiptar. Edhe ati e për një orë gjysmë, u thash popullit shqiptarve. Pra atë ditë, kam erdhur përsëri dashur shqiptar. Do t'i dëgjonin te rekord fjalimet e mia në atë kohë, fotot e mia, që kam erdhur gjithmonë misioner. Kam qenë në Dajt, numër 1 e kishte dhomën, numër 2 e kishte ambasadori që erdhi nga Serbia. Ambasadori Amerikan që rrinte pas Berish. Pra, shkurtimisht dashur shqiptar, erdhi koha juaj për Shqipërinë me kufi natyrore. Unë u pres ju, dikush mund të thotë, po beje pra, a herë si ta bësh do vim. Zotni e zonja shqiptar. Dasma, para se të shtrohet
Bëhet pregatitja mbërpara. Bëhet pregatitja, si do ulen tavolina, çaj ushqim, sa dashe do there. Pa gjak, s'bëhet asgjë të dashur shqiptar. Do bësh dasm, duhet thersh, duhet bësh gjak. Baktia duhet pritur. Pra duhet një rregull në fillim. Ju kërkoni karrike, po s'ka më karrike. Ka karrike për ata që janë intelektual. Unë kërkoj shpresën e kombit. Unë kërkoj njerëz që janë të aftë, si doktor, inxhinier. Unë kërkoj profesorët që janë pensionist nga 70-80 vjet. E janë i pra për kombin. Punoni e një vit, sepse shkollat kanë për tokë. Të shumtit mësues që quhen janë pa diploma, me diploma falso, që i quani ju diplomat e plepit. Për këtë u kërkoj, e janë inxhinier, çfarë nuk ka tokë e Shqipërisë? Naft, gaz, çfarë nuk ka? Flori e terash, ujë, kurse ujë nuk i len fshatarët të hapën një pus për para shtëpisë. I dënojnë. Nuk i len të mbjellën perime. Nuk i len të mbjellën drith. Pse? A nuk e kuptoni? Që po hani helmin e Serbit. Vjen drithi nga Serbi. 70% vjen nga Serbi dhe 30% vjen nga Greku. Po hani ushqimet. A i shini spitalet si janë mbushur plot për plot. A i shini si i keni bërë fytyrat, jeni plakur, nga dëshprimi, nga ekonomia, nga helmi që hani. A i shini se janë gjithë me boj, domatja e shile e shesën të kuqe me boj. A i shini se nuk i len fshatar e lushnjës, fermer që a keni vën emrin, po ne hemi fshatar. Nuk i len të mbjellën, e ata që i mbjellën, të rajon Myzeqe, në Lushin ka qenë 8 ferma, Pluk, Qerm, Grabjahan, Gradisht, Krekuq, Gjaz, Savër. Pra, punojnë, i hedhen perimet, i hedhen patatet. Çfarë nuk kanë hedhur për kanale? Pse i hedhen? Sepse i sjellën të skaduara nga serbët. Edhe kafshët e serbëve nuk e hanë. A i shini spitalet se janë mbushur, plot për plot. A i shini si zileni në shtëpi, kërkoni të vini në farmaci, çfarë mirni? I mini në farmaci, të skaduara për 2 vjet, për 10 vjet. A nuk e kuptoni që po u bëjnë këta 3%? A nuk e kuptoni se këta shëtisen me makina? Kurse ju, s'keni fuqi të dilni të mbushni ujë. Ceni pa buk. A nuk e shini qa veshje kini? A nuk i shini si janë veshur këta mizat e kalit, që su kanë lezet fare? A i shini që fëmijët nuk po i martoni, që s'kini shtëpi, kini një dhomë, po kini 2-3 fëmijë, ku do t'i martoni? A i shini se raca shqiptare, po kalon 20 vjet pa martuar, që s'ka shtëpi? A i shini 3% mizat e kalit, shqip folësit, me vila, jo nga 1, nga 2-3. A i shini, si dikur, kur doli një intervistë, zonja Elir Metis, Kryemadhi, kishte edhe për macet, që ajo s'ka dytur çdo të thotë shtëpi, të mos dalë ati ku s'duhet. Të gjitha që hynë në fuqi që vodhë, nuk ishin veshje, po ta shitalen me shqiptarët. Bejnë hangari çdo gjë. E ashesi i kanë blokuar televizorët. Janë vetëm fytyrat e tyre. Vishen, e gjvishen për të ullur autoritetin e shqiptarëve. A nuk e shini si ishë bërë Top Channel, që i thonë Big Brother, turpi i botës, se shqiptarët kanë karakter. Shqiptarët kanë familje. Shqiptarët janë martuar fisi me fisin. Nuk janë martuar në për rrugët, nuk janë martuar në për kafene, nuk janë martuar me anë e kompjurës, po janë martuar me anë e miqësisë.
Edhe një bakti kam pyetur kur ishe i vogël në një trenim. I thash, pse vajte e more ka qafër këtë bakti? Tha, nuk e nje kullotën. Edhe baktia që është bakti nuk shkon me larkë, se 2 fshatra. A pra e shini si janë bërdarjet? A e shini gjyqtarët po bëjmë para? Atë lekun e fundit që keni, atë pension, ndahet burri me gruan. Gjyqtari, palaço, me jep dhomën gruas, edhe dhomën tjetër burri, me një banjo që të vriten. Duan të eliminojnë shqiptar. A nuk e shini në përgjyqjet, prokurorët, gjoja ju kini avokat, ata janë avokat me diploma false. Ata bashkëpunojnë, avokati bashkëpunojnë me gjyqtari. U kërkojnë para. Asnjë gjë s'keni mbaruar. Por aman, po a them para jush, të gjithë avokatët, të gjithë prokurorët i kemi shënim, të gjithë do japi llogari, aty ke sheshi Skënderbeut, aty do japi llogari, do bet gjyq popullor, ju do të bëni gjyqin për dëmi që u kanë bërë. Kanë arritur shqiptarët, e kanë humbur memorje. Nuk bajnë se çfarë thonë, nuk di se ç'bëjnë. Nuk vjen dot me shtëpi, po ngatrohen hyrë me shtëpi tjera. E kanë humbur krejt. Pse o shqiptar? Pse o shqiptar? Kërkojmë të bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Jo, thonë, politikanët e Kosovës. Ne e kemi mirë këtë flamur. Flamur, me gjysmë ngjyre sërbe e gjysmë ngjyre greke. Turpi botës. Kurse Kosovarë, shqiptarët e mi, në për shpirat mbajnë flamur, në për rrugët i kemi parë, kurse në zyrë mbajnë një flamur, po u iku koha. Kanë pra 2-3 vjetë janë zgjedhur, po jo, po mos ngren flamur e Shqiponjës, krenare, nuk ka qeveri në Kosovë. Po ashtu e në Maqëzi, edhe në Maqedoni, ka ardhur koha. Duan, s'duan ju të kafeneve, doni, s'doni ju mizat e kalit, doni, s'doni ju shqip folsit, e kam fjalën për të gjithë, për ata të quajtur analiste, gazetare, avokat, ne do bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Shqiptarët po vinë, shqiptarët mezi po durojnë, dikush thot, po miru ti nga Evropa, o nga Amerika, unë s'kam shtëpi, o shqiptari im, ti do kesh hotel, ti do kesh vil, janë 1.200.000 hotele dhe mbrapa janë vile, 1.200.000 komplet, do t'i kini ju o shqiptar. Unë si shembull e marr Berlusconi që ka të bi, ka hotele në Bregdet, jo, janë të shqiptarëve. Të gjitha mizat e kalit, të quajtur Bashkimi i Evropës, që do bet cifla. Italia është gati të shkëputet, Gjermania po ashtu. Kurse ju shqiptar u mbajnë me pralla, do vem në Evropë. Po jemi në Evropë, ne e kemi krijuar. Kur të mini pasaportën amerikane në shtetës, do vini ku të keni dëshirë të hapni tregti, Amerika. Ajo toke bekuare ka bërë, kur ti jep pasaportën, ti ke drejt vesh me çdo vend të botës të ngresh tregti, po aman jo të vish në Amerikë, duhet marrësh lejë. E pra, do t'jemi një Amerikë e vogël në mes, në zemër edhe në mes të Evropës. Shqiptar, orët po kalojnë, ditët po ikin, arestimet janë gati për të përfunduar. Arestimet janë gati, dashur shqiptar. Balluku është gati për të arrestuar. Gati për të arrestuar, dashur shqiptar. Pra, unë e di që keni merak, unë e di që shkruani, po më falni se nuk i lexoj dot tëra. E di, por tini të bindur, se nuk do ngelet njeri pa arrestuar, është orës, po është. Spaku është bërgati, unë u thash,
edhe përsërit. Nëse SPAK-u nuk i arreston, bajni mend, do arrestojnë, do lidhen këmbë e duar, e do vinë t'japi llogarinë në Amerikë, që t'u dalin nga hunda ato parat që i kanë marrë të taksave të Amerikës. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, ne i dim çdo gjë. Unë i them byros kombëtare që do quhet FBI më vonë. Lëvizni për vendit. Fletë të arrestimit i keni. Çfarë prisni? Çfarë prisni? Prisni ata që sot bërtisin e rrishin në parlament. Prisni ata që Saliu merr karriken edhe hedh në zyrë. Prisni ata ngrihen nga Durrësi, që e duan demokracinë në realitet, një djalë zotni që e kishin hequr, që thoshte jam ushtari i Partisë Demokrate. Pristen e dera me gjithë votuesët dhe ata se hapën derën. Ja pra, ajo është një parti private. Ja pra demonstratat që bëhen për 2 veta. Për Edi Ramën e për Sali Berishën. Po jo, nuk shpëtoj. Unë po i them Edi Ramës përsëri. Edi, jo 3 kate ta bësh 10, po në hen t'i ke shpen parat, ato janë të shqiptarve. Ato vilat që kini, ato janë të shqiptarve, të rinjve e të reja që do martojnë. O shqiptarët e mi, o të rinj, kullat që shini në Tiranë, do kthehen kulla familjare. A i shini kur shkon për rrugës, që hynë në Tiranë, sa kalon kopsin zoologjik më të djathtë, janë pallatet, bosh do t'jenë të huaja, janë të shqiptarëve. A nuk e kuptoni o shqiptarë që kanë ndaluar çdo gjë, e din se do t'u konfiskohet, do t'i kini ju. Po nëse një shqiptar ka bërë një vil, mund të ketë bërë një hotel, nëse ka me dokumenta të rregulla, ne i dim 5 minuta, kur ne e dim emrin e mbiemrin, ne e dim edhe qumshin e nënës, sa para ka bërë. Nëse ai e ka bërë me gjakun e tij, me punën e tij, ai do ketë një vil, do ketë një vil tjetër gratis. Sepse unë për shqiptarët dua. Unë dua që shqiptarët të kenë fuqi në Shqipëri, e jo të huaj. Asnjë huaj nuk do ketë tokë të blerë në tokën e Shqipërisë. Dikush del e flot, po unë e hedh në Hag, ne s'pjesën as Hag, as Hagevica. Ne jemi shqiptarë. Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Dikush mund të thotë nuk na len. E kush janë ata që s'na len? Cili shtet është? Miku jonë në Evropë, gjaku jonë është Gjermania. Miku jonë, gjaku jonë është Austria. Dikush, një prapagallo i quajtur avokat, thot Austria desh na grabiste, desh na e mirte Shqipërinë. More komunistit. I e mësuar nga ytat që ka patur operativ sigurimi të Ministrisë të Brendshme. E tash i e 50 vjet, i e mësuar me të vjedhur shqiptarët, me të vrarë shqiptarët nga ytat. E thua, princ Viti erdhi për ta ndihmuar Shqipërinë, jo për ta grabitur. Pra, akoma ju, këlyshat e këlyshve, shëtisni në për Tiranë, taleni me shqiptarët me 97%. Ku jeni tropoj? Ku jeni mirdit? Edhe thoni kemi qenë djemt e familjet e patriotëve. Thoni më ka vrarë gjyshin, më ka vrarë baban, nuk i dim ku janë koskat. A here pse rrini me këto 2 persona, një t'i quajtur Edi Rama e një Sali Berisha? Pse u bën një freskim atyre? Ku jeni tropoj? Ku jeni kuks që keni luftuar me shekull me serbët? Ku je Shkodër e kulturës? Ku je Shkodër që ke luftuar Shkodra e Teutës? Ku je? Ku je? Malësi e Skënderbeut. Ku je? Një person erdhi Skënderbeu dhe e mbajti dhe e bëri Shqipërinë. Por sa iku ai përsëri, copa. Të dashur shqiptar, mblidheni mendjen. Mos shani njëri tjetrin. Ky është qëllimi im, që ditën e parë që të shkojmë në zyra, të vinë nga të gjithë bota,
shqiptarët ta gëzoj me një qiri në dorë, ti themi eshtrave që kanë vrarë bolshevikët, eshtrave që kanë vrarë sërbët, eshtrat që janë vrarë nga grekët, kur marë Çamërin, deri karvanët deri në ullishtet e Vlorës duke hapur stomakun e femrës shqiptare. Mos ja harroni këto, erdhi koha jonë, s'ka që na bën ne, as qeveria greke, as pyesëm fare, as i kemi në listë, por ne problemet i kemi shqiptar nga shqiptarët. Ne problemet i kemi nga shqipforci, qa t'u bëjmë? Halli na ka zënë. Ne nuk duam e një pul të vritet, jo të vrasëm shqiptar. Kjo është koha, por aman, o shqiptarët e mi, si që thash më para, dasma do gjak, do baktita thersh, që miqtë të hanë mish, duhet bërë se e coptuat Shqipërinë. I keni bërë shqiptarët të humbasën njeri tjetrin. Shkurtimi shqiptar, dofta u zgjata, po me ju vlezër duhet të flasë një dit dimri e një dit beharje s'mbarohen. Hallet e Shqipërisë. Hallet që na ka zënë nga shqipfolësit, jo nga tradhtarët. Fliste sot një klysh aty, fliste si deputeti vjetër i thoshte vetës tia, erdhur nga katundet e Librazhit, një balla. Do hymë në Evropë, në kë Evropë do hyshti. Jemi në Evropë. Mja e gjenjeve Shqipërinë, që kur erdhe Tiranë me sandale të kuqe, nga Balta, ta shike vila e vila. Riveshur, pa marsi se do t'japëm një palë kominoshe. Riveshur Peleshi, që më flisje sot si bilbil, me fjalë të urta. Rini të veshur, Manjani, riveshur, pa marsi se do t'japëm një palë kominoshe. Quqi, riveshur, Edi Rama, e storolopët e Ballukut, e të tjerë, nuk do ngelet njeri pa burgosur, nuk do ngelet njeri pa konfiskuar, do t'u japëm shqiptarëve. Kjo është e realiteti. O shqiptar që jeni në Amerikë, unë nuk u kam thënë të lini tregtit, unë u kam thënë Amerika është tona, tregtit i kini, e janë i këtu, hapni tregtit në tokën tuaj. Pra, të keni fuqi, hapni që hotelet janë gati, ju dini, ju punoni në restoranta në Amerikë, jeni specialist, që më në 10, dhe i 99, ata shqiptarë që erë djemë të rinjë, që erë nga 7-8 vjetë, sot janë profesora, janë inxhinera, shqiptarët janë të aftë. Pra, unë them të vini sa më parë për të zënë pozitë si jeni me shkollë. Unë them erni sa më parë ku do që jeni në Evropë. Sidomos, kjo luftë e mallkuar që do t'jetë, po jo në tokën e Shqipërisë. Janë disa YouTube që kanë dalë edhe flasën me disa të quajtur avokat. Mja u taltë me shqiptarët. Mja i përbuzët Amerikanët. Mja me fjalë gjoja si kur ju dini asgjë, ju keni qenë dhe jeni bolshevikët e Ministrisë të Brendshme. Mja llamatitët se shqiptarët e neve ulem qëllimisht, ulem që t'i shojnë shqiptarët që t'u bëjnë gjyq popullor. Ka ardhur koha me thënë të vërtetën. Ka ardhur koha t'i thosh intelektualit intelektual. Zgjohu intelektual, zgjohu. Mja u muart me disa ish qoben e quen sot shkrimtar, historian. Mja me mashtrime e keni gënjer Shqipërinë. Mja dashur shqiptar, shikojni në për Tiranë. Flamurët shqiptar janë të grisur, të varur e të pahequr. Se si duan,
më shkruan të një e dofta më dëgjon tani nga Parizi. E më thoshte Zoti Pilinçi. Eja shërgoj flamur e ambasadës në Francë. Flamuri gjysmë i grisur, i varur. Shqiptari im që je në Paris. Ajo nuk është ambasadë, shqiptari im. Ata janë sekserët e drogave. Ata janë sekserët e Serbit. Ata janë sekserët e Rusit e të Grekut. Ata nuk janë shqiptarë. Ata janë shqipfolës. Jo vetëm në Francë. Po ti ke këtu para kryeministrisë me flamur që as i ulën e as i ngren, ka një disiplinë dhe një rregull. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e flamurit. Mbani flamur shqiptar, ai është toni. Feja jonë është flamuri, pavarësisht se kemi 3 fe. Po e thash edhe një herë, ky flamur është feja jonë. Mbajeni, shqiptarët e mi, mos lini asin flamur të huaj të ekzistoj në tokën e shqiponjave. Vetëm Shqip, flamurit ton, e flamuri amerikan, fuqia jon e Amerikës. Shqiptarët, unë do jem prap nesër në orën 1:30. Dofta jeni bërë confuse, sepse dëgjoni muzikë. Po ka raste televizorit TV Shpresa, po a shpjegoj mirë të gjithë dëgjuesve që na dëgjojnë, të gjithë simpatizantëve tonë, të gjithë antarëve që shkojnë me mira e ka kaluan me miliona. Na falni dashur shqiptar, unë nuk e kam vënë kot atë muzikën. A nuk është muzikë, pa jo kur ta dëgjosh atë muzikë, që na ka captuar Evropa që këta thonë, do vim në Evropë. Ne jemi në Evropë, ne jemi zemër. A i këngëtori do ngelet një histori, a ishte gjallë, po do ngelet një histori. Këta këngëtor kërkojmë ne dashur shqiptar, ne kërkojmë skulptor, artist, sepse historia ngelet si pas skulptorave, si pas historisë, si pas këngëve. Po mos dëgjoni këngë në përdasma dashur shqiptar. Unë po them drejt për drejt disa këngëtorve që këndojnë për çështjen e çamërisë, që s'keni ardhur fare. Ju nuk jeni këngëtor, po ju jeni këngëtor dasme. Ju nuk jeni çamër, se po t'ishe çamër, këndoni këngë çam që dehet në për televizore. Po kërkoni para, lek, jeni këthyer, ju nuk jeni çamër. Pavarësisht se thoni jeni çamër. Ku janë çamërit? Që çamërin e po e marrëm, po flasëm për ditë. Hajni dhe në zyra, para zyrës, është harta 4 metro me 3 metro. Është çamëria jonë e bukur. Ne s'mund të harrojmë çamërin, qytetet, fshatrat, me emër më të bukur të çamërisë. Kur s'kemi për t'i harruar, por aman ju, mendoni se i bërë pas lekë. Unë po them, ditën që ne të bëjmë qeverin, do ketë zot, do ketë rregull. Pra, ai që do Shqipërin një jetë sot, si ky zotnia që lexon që na ka bërë Evropa, e lexon bashkoni, thot shqiptar. Ju lutemi, mund të jenë 4-5 minuta muzikë, pas 4-5 minuta jemi ne që flasim në TV Shpresa. Ne nuk e kemi vënë kot atë muzikën që shkruajnë Mileti. Unë kur e dëgjoj atë muzikën, nuk pushojnë dot sytë e mi, sepse më ngjall shpresë kur thonë bashkoni, sepse më thot realitetin, kush na ka coptuar? Ajo Englez, ajo Francë na coptovi, po të mos ishte baba në Amerikë, presidenti, që ndalovi me njerë, do na kishën coptuar, si këta shqipforësit, që duan na bëjnë fije, po jo. Unë u pres shqiptar, e janë i sa më parë, për të zënë punë, për të thënë botës kush jeni ju. Kur të dali ambasadori në Francë, shqiptari, shqiptarja, kur të flasi me 3 gjuhë, ti thot Francës, o Francë, o Englez, ti vetëm i gjuhë di, kurse unë di 5-6 gjuhë do thot.
Më të gjithë botën dojnë ambasadorët. Ne dojmë miq me të gjithë dhe me ata që jemi armik. Dy gjëra ka me mua. O me ne, o pa ne. Po ajo me ne, di çdo thot? Të na japin atë demin që na i kanë marrë. Që da paguajnë demin e qamërisë që kanë shfrytzuar pre 24-s. E duam demin pik për pik, janë qamëri, janë vëllezërit tonë. Duam demin e fushës të Kosovës, që sërbët titua e përdori. Duam demin e Malit të Zi, që e coptuan. Duam malin, demin e Maqedonisë, e Aleksandrit të Madh, e shqiptar, o shqiptarët e Maqedonisë, zgjoni, mos u mirni me ata shqip folës, që kanë shkatruar, ata janë më sërbë se sërbët, e në Kosovë, ata që duan të shprehin Kosovën, janë më sërbë se sërbët. Vetëm një flamur ekziston, flamuri Kuqezi. Pra, ju të qeverisë të Kosovës nuk kini ku vini me. O me këtë flamur, o dhe në Sërbi nuk do kini vend. Erdi koha jonë, dashur shqiptar, erdi koha e realitetit. Nuk kam me mashtrime që kanë gënjerë. Mos dilni në për demonstrata, për të ndihmuar 2 persona, jo më shumë. Edhe ata që janë deputet, janë nga halli, janë nga frika, sepse i vrasin. Ata, pra dashur shqiptar, thirrja ime është më në fund. Shkurt, troq, pastër, alla shqiptarëshë. Që janë disa miza kali që janë përhapur për televizor, një si agron në laka, e thot pilin që nuk e di gjuhë shqipe. O agron, unë e di shqipen më mirë se ty, unë di 7 gjuhë. Kurse ti di gjuhën e spionit. Kurse ti di gjuhën e llafreve që bën për çdo njeri çdo natë. Po unë po them 2 vëllezërve që kanë televizorin Vision Plus, largoj sa më parë, që do bëni pishman. Ju jeni 2 vëllezër nga familje shumë e mirë. Po e bëni televizorin duke tallur Amerikën. Agroni ka tallur Amerikën dije, bashkë me një piravec tjetër. Pra, largoni sa më parë. Agron, unë jam shqiptar, gjysh tërgjyshi. Po ti, bën propagandë, i bërë barkalec me të mashtruar e me të tallur. Po nuk do ketë më tallje. Do ketë rregull, do ketë një ligj dhe ky ligj është. Të gjitha ata që dalën, tallën Amerikën, si një yll i rakipi, nuk do jenë më. Do t'jenë atje ku e kanë vendin në burg. Të punojnë me shat e me kasë. Shqiptarët e mi. E janë ju që thoni që keni qenë në Partinë Socialiste. E janë vëllezër të bëjmë Shqipërinë. E janë vëllezër që keni qenë në Partinë Demokrate. Çfarë keni bërë? Vetëm u kanë nxjerrë syt me ato 2 gishta. U kanë dhënë pasurit, u kanë tallur, u kanë lënë pa bukë, pa shtëpi, pa katandi. E janë pra të mini Shqipërinë në dorë. E janë pra që ta gëzoni një ditë ju që jeni në moshë, se fëmijët tua dojnë të lumtur. Po ta gëzoni edhe ju, të keni një pension të paktën $600 në muaj, plus 150 ekstra për ushqime. Ta gëzoni një herë, të jeni të kënaqur, të gëzuar. Mja ecë të rrugëve, mja ngritën nga tropoja. Vini, mja ertë nga Kuksit në demonstrat. Mja nga Mirdita, gjyshit tuaj, stërgjyshit tuaj kanë qenë triba, kanë qenë burra. Pra, ai kanuni atje është krijuar. E janë pra, zemra e juaj është dhe shpresa e kombit. Unë për ju kam erdhur, për ju po bi sakrificë, për kombin tim, për fëmijët e rinj, tu qeshi buzë, për pensionistët, që janë nga 70-80 vjetë, nuk u ka qeshur buza një herë, por e kanë humbur turon fare. E janë pra, natën e mirë, e miru pafshim të dashur shqiptarë në orën 6, përsërit. Nëse ju dëgjoni muzikë, është qëllimisht
gati 10 minuta, 5 minuta, po e lem 5 minuta për ju. Është që të gjoni se kush janë shqiptarët që këndojnë. E janë i skulptorë dhe mua, sa më parë, që me anë e skulpturës është ngjelet historia. E janë i gazetarët që jeni në teren. Shpresa është ke ju të rinë. E janë i këtu shfolja juaj. Natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 1:30, edhe në orën